Përshëndetje miqtemi. Mirëseri në kanalin tim Tea Tarot. Sot do të shikojmë energjinë e përgjithshme të tarotëve, të fokusuar tek dashuria. Dhe vazhdojmë. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagramin tim Tea Tarot 2023. Shtrafon tarot për fisën e dashurisë. Shpeshherë doni të largoheni nga vendi ku jeni. Sepse dashuria që keni është një dashuri e fortë, plot pasion, plot energji pozitive dhe mbrojtur nga ky ëndërmbrojtës. Dhe gjithmonë doni të largoheni nga kjo dashuri për të mos u lënduar. Katra e shkopinde është një letër e cila tregon që ju të dy jeni në paqe dhe në lumturi me njëri tjetrin, sepse jeni falenderues dhe minjos universit për këtë shtëpi fajtore që ai ju ka sjellë në jetën tuaj. Jeni një person shumë i drejtë, një person si një gjykatës që dini të peshoni gjëra, dini në ekuilibër dhe keni një fuqi të fortë në duar. Lidhja që keni është një lidhje e fshehtë. Sultanesha tregon një femër plot mistere dhe sekrete në jetën e saj, që shpeshherë është e lidhur me litar dhe ka të fashë të sy. Ndodhet gjithmonë thot në presionin e manipulimit, por në vetësinë e saj ajo gjen atë përgjigjen e dur, atë paqen e duhur, sepse kalorësi i saj është një person shumë pozitiv, që me këtë kuk në dorë, në këtë kartë të paqes, i jep gjithmonë lajme dhe mesazhe pozitive kësaj femre. Kjo është mbretëresha e shpatave, që është pak njeri i egër dhe gjithmonë do që t'i realizohet ajo fjala e saj, të bëhet realitet fjala e saj, pra të vendosë ajo në gjërat që ndodhin midis dy personave. Kurse personi mashkull është një person shumë i drejtë, ka dritën e universit në saktën e hotës, dhe nga kohë padrejtësisë të kësaj femre ky lëndohet me lëndime. Lëndime, sepse ky është një person i cili ka gjithmonë bazë sinqeritetin në marrëdhënie që ai krijon me këtë femër. Shumë shpejt mashkulli do të jetë një person shumë magjik, do të ketë të gjitha gjërat e tija, do të ketë dritën e universit, do të ketë bollokun, do të ketë shpirtin e pastër dhe dashurinë e pastër. Një lajm i mrekullueshëm do të vijë shumë shpejt në jetën e këtij çifti për të ndryshuar komplet rrjedhën, sepse dashuria do të triumfojë. Ju do të keni një dashuri shumë të fortë, dhe pse jeni larg, ju keni një dashuri me një energji të fortë, pozitive, dhe kjo dashuri më shumë është dashuri shpirtërore. Pra ju jeni të lidhur me njëri tjetrin në një mënyrë shumë të fortë, dhe pse jeni larg, keni një lidhje shpirtërore të fortë midis njëri tjetrit. Dhe kjo lidhje sjell tek ju ndryshime të rëndësishme që do t'ju sjellin gjëra pozitive në jetën tuaj, një takim të shpejtë, një marrëdhënie të konsoliduar, pra gjëra të mrekullueshme. Kjo ishte energjia e përgjithshme e tarotëve për pjesën e dashurisë. Faleminderit miqtemi të dashur.